tepër simpatike. Ajo ka qenë në televizionin tuaj, në parlamentin tuaj, në zemrat tuaja. Por më me rëndësi, ka qenë pjesë e mëngjeseve tuaj, ka qenë zëri për mendimin tim më i mirë i radios që ka patur ndonjëherë Shqipëria, Ori Nebiaj. Publiku u çmend. Mu duk sikur mora Oscar për pak. Atë pëlqeu të bëra prezantim? Mendova që do thoje ka qenë pjesë e krevatëve. Avash. Jo, ka që ishim të mëgjesi dhe... Në fakt ne kishim nisur ndryshe, po se unë sapo ta dëgjova zërin isha kështu. Shpirt. Duhet ta vënë në një shishe ta dëgjoj para se të fle. Mos duhet ikë këtu apo? Po ndihemi tepër të Besnik do kthehemi. Shikoj, nëse Ori për shembull do përmbysej bota, do ishte apokalips, edhe do ta jepje ti lajmërimin. Unë do isha kështu, çfarë Le të vdesim tani s'ka problem. E ke shumë të... Do ta kem parasysh, do ja propozoj edhe që ta kem konsiderat. Unë ta thash edhe para që mua dikur më bëren mëngjeset shumë të vështira. Apo të bukura. Shumë të bukura, po pastaj isha i lodhur nga që masturbohesh. Se tisha dëgjoja edhe. Unë mendova që kjo të bën që t'jesh më energjik për ditën. Ka njerëz kështu. Madje letova të një artikull që ju meshkuj do t'jeni shumë që bën vendime më të mira pasi masturbohesh. Shumë të shpesh në kësi veprimtarisht se ju shpëntote nga prostata. Në fakt unë sot e kam kryer si gjë. Nga që kisha këtë sikletin edhe Besnik ti njihesh me Orin nga larg. Se duhet të thësi me masturbimin. Qa? Besnik është shumë mirë. Edhe mua më ka shpëtuar nga prostata shumë. Unë do atë bes kur e fusat muhabet, se unë do bëj muhabet vetëm me ty sot. Unë jam kot këtu, ha. Del me çuna më të vegjël? Urdhra? Del me çuna më të vegjël po thua? Para se unë dukem si babai jot, po jam 8 vjet më i vogël, kështu që. Po dal me çunat e rinj, pse mos dal? Do të thënë Në 12. Deri 10 vjeç. Jacqueline, me ty e kemi zemër. Unë kam nipçi që është 15 vjeç, që të kuptohemi. Të thret teze apo Ori? Ori. Edhe tezën. Ti si ke gjatë Oriela? Oriela, po. Oriela. Ori më pëlqen më shumë. Edhe emra ka të Po Denis si është si emër? Interesant, do thoja. A mund ta thuash 3 herë Denis e dua për më vonë. Po. Denis. Faleminderit shumë. Dua për një kërkim ashtu. Research. Shkencor. Antropologjik. S'do ikë ende që ka kjo temë. A ke bërë një kështu biseda erotike në telefon? Mua më pëlqejnë shumë pauzat që ti ke në pyetje, se më bëjnë të fantazoj si puna pikturave, kupton? Që duhet t'ja lësh personit që e sheh ta kuptoj dhe ta fantazoj. Jam një farë artiste. E para kjo. E dyta, biseda erotike? Me kë? Me partnerin që mund të kesh patur. Po si jo? Pse që për që Sa me kisha... fata i bjerë kurvës. Unë me partnerit bëja vetëm sup. E ma mirë, se është shumë Flisnim për çaj. Po shiko, mund të bësh edhe me... Më lexonte Shakespeare-in në darkë. Mund të bësh edhe me i gocë tjetër, me është tjetër të bësh me ty bisedë telefonike. Me motrat, me partnerin, me miq, me shok. Po nëse me fata se tani nuk është i lloj të bësh, domethënë seks në telefon me ty dhe me Irini Qiriakon për shembull. Se lidhe që në të më. Shikon, E kanë që gëzërin plastika, jo. Nese, unë po t'isha partneri... Irinit? Okej. Irinit kam qënë. I shoqë Irin më fati që e morë vesh kështu, po... Nëse unë se do isha u partneri orës do bëja kur asnjëherë seks në telefon. Me kë? Me ty. Okej. Do isha asnjëherë aq larg. Okej. Isha gjithkohës pas teje. Okej. Do kisha lënë, është e sigurt. Me që jemi te zërat e mirë, si duken këto zërat e tjerë të këtyre gocave të radios? Njada, Inxhi, Heidi tashmë. Shumë mirë më janë dukur, me thënë të drejtën. Heidi më pëlqen. Pëlqen zëri më shumë se për shembull i Neadës? Edhe i Neadës më pëlqen. Zë interesant ka. Po, edhe si portret, edhe si zë, edhe si karizëm. E mirë është trika, ka ikur tani ende nga ta veshet. Ori, sot je 40 vjeç edhe je ta thret. Ha, si është ajo kënga? Jam akoma, jam korrik. Bën ishte i korrik. Ta thash me Hemingway-n e ke. Aty me Hemingway. Unë Hemingway dhe Rumi. Pëlqen Rumi, ë? Gjini më pëlqen, tamam. Edhe mua. Shikoj që kemi shumë të përbashkëta. Unë vazhdoj të ndjehemi tepër. Nuk ka gjë, ore, po kënaqem shumë, nuk e di, shkoj si e kam mish. Si po ndihesh tani që po hyn te këto të 40-tat? Ka kapur ndonjë panik, po ndihesh qef, je më relaksuar se kur si? Asnjë panik s'm ka kapur. Tani që je gocë dhe grua. Unë realisht mendoj që jeta është shumë e bukur për të shijuar sipas çdo etape, bashkë me të gjithë ndryshimet që është e bukur për ty që je seksi dhe e pasur.
Unë nuk them jam e pasur në shpirt. Për seksi sa gjë. Po patjetër për atë. Çfarë them unë tash? Faleminderit Zot. Ai shiko, unë mendoj që njerëzit nuk duhet të jenë indiferentë e faktit që Zoti ka zgjedhur që të jenë të bukur, që të kenë ca nota fizike që i diferencojnë, ja bëjnë letë. Është një farë detyrimi që ti ja ke. Nuk mund të jetë kështu ai se ama. E pasur the je vetëm në shpirt. Familja ime ka qenë të paktën kur unë jam rritur mirë ekonomikisht. Je e plotësuar. Po. Kanë firmë ndërtimi, ja. Po do kishte dalë emri. Nëse, the je shumë e plotësuar. Jam, po. Nuk ndihesh ndonjëherë vetmuar? Mua vetmia më shijon. A ndihesh ndonjëherë vetmuar në sensin e një partneri që Tani je pa partner apo jo? Po. Kam goxha. Kjo do ndryshoj sot, po që nesër. Mua mos më nuk arrit. E pra miq, kaq ishte. Nga djesh do t'i kisha bërë dhëmbët para se fillova këtë punë. Pa po knaqesh me goca dhe gra, se ato se lejnë vetë janë shoqet e tua tani. Po knaqem. Emën e kam pasur mike që hy shumë vite më parë. Lezet që vini si grup atje. Rozana është një zbulim i vërtet për mua, se ma shton jetën se ka shumë humor edhe. Ka një tip që çdo gjë e merr me sportivitet dhe unë jam tip që dua të ngacmoj dhe dua të provokoj. Fani jeni. Rudina është fantastike. Rudina po e po. Të bën të qeshësh gjithkohon. Unë mendoj që jeta shumë e bukur kur ti ke njerëz afër që së pari janë pozitiv dhe së dyti të bëjnë të qeshësh. Shikoj, jeni kështu si një tuftë të çmendurash atje. Ty të dukem të çmendur, po mund të jemi të normale, ndoshta e ti çmendur. Unë jam totalisht, unë nuk jam mirë fare, po edhe ju të gjitha, shko tani, çiko nga emra, ma Andrea, asgjëra nuk është normale. Po pse disa gra që kanë dalë me bëta gjëna në këtë jetë janë të çmendura dhe jo normale. Të afta? Jo, po e kthem nga kjo. Jo, nuk po e them nga kjo. Jeni të gjitha të afta edhe në karrierë, edhe ra dukeni shumë mirë. Shiko, përveç këtyre gënjeshtrave që janë gjitha të mrekullueshme. Kush të pëlqen? Jo, keni jashtë emisionit, keni shoqëri, takojeni? Po, flasim gjithmonë. Pini birra? Jo flisni, takojeni, do me dilni. Këdo më shumë nga ato? Që ke pak më xhanse të tjerat. Emën. Po më pak këdo nga këto zonjat. Jo, s'ka më pak. Me që jemi te këto emisione, ai është një emision shumë interesant në fakt. Cili? Goca dhe gra. Se gjitha emisionet që bëhen tani janë këto reality. Nuk ka asnjë emision tjetër që funksionon për moment. Ç'është ky fiksimi shqiptarëve me emisionet që janë reality, po ndërkohë janë emisionet më të pavërtetë. Ai është një produkt shumë i thjesht konsumi. Është për budallën, po thua. Dhe shiko, unë nuk mendoj që ne kemi produkte në ekran që janë për të mençurit. Online do jetë ai që do marrë gjithmonë ushqim nga ekrani dhe jo vetëm, por mua nuk pëlqen kur ekrani prodhon për online dhe nuk prodhon për ekran. Ashtu duhet të jetë, duhet marrë online nga ekrani, jo e kundërta. Dhe ky mund të jetë një moment diskutimi, po që çështja njerëzore është e prirur që edhe në biznes të tentoj t'i bjerë për shkurt edhe të fitoj lehtë. Po unë të kjo e kisha pra, që këta njerëz që duan të fitojnë lekë dhe u jepet kjo hapësira, për shembull këta janë edhe jashtë, janë ca njerëz që bëjnë Jersey Shore, Love Island, çka kanë këto se unë si shikoj shumë. Formatet nga më të ndryshme. Po, por ke edhe aktorët, këngëtarët që janë totalisht të bërë. Sepse funksionojnë industrit. Këtu s'ka industri po thua. Nuk e funksionuar industrit, shiko. Okej. Të marr një shembull shumë konkret para të hënën. Isha me Tibe Motor dhe po shifte Amiqen e Maria De Filippi. Vazhdon akoma gjëja? Po vazhdon ajo gjëja, sepse ajo gjëja është një industri. Ai nuk është një produkt televiziv që fillon dhe mbaron aty. Ajo është një industri që ty të prodhon realisht një karrierë, sepse Italia i ka trampolinat e karrierës. Në Shqipëri, ti do prodhosh nga reality personazhe të cilët do t'i vësh po prap tek ai televizioni për të bërë po të njëjta gjëra që të bëjnë të gjithë. Pra, nuk ka një treg ku siç ju tentuat me stand-upin edhe vazhdoni akoma ta bëni. Ne jemi shumë suksesshëm. Po dhe pra ju krijuat një kanal të ri. Po. Që tani më prej jush i hap derën. Po se s'na jepte njëri mundsinë. Shumë kujt tjetër. Po mirë pra, duke mos ju dhënë mundësinë, ju krijuat mundësinë. Okej, Ledion. Ndërkohë Ori ka qenë atje në një stand-up me ta. Ju kam parë online. Do vimo, sa më pëlqen kur është kështu i ndinjuar kur flet. Po i ndinjoj dhe në krevat. Do më lexoj Shakespeare në krevat. Ja do të lexoj Shakespeare, më pëlqeu. E bëra si batut me shoqërinë mia kur thonë e dua intelektual. Çfarë do të thotë me lexu Shakespeare para se me flet?
Pse s'do doje? Pasi t'ishe ndinjuar mirë në Çfarë krevat. të më thëmë, ti njëri me botë, kaq. Çka këto përcaktime intelektual, doktor. Po. Dhe Bëj një njëri me kirurg. botë është përcaktimi i madh shumë, se njëri me botë. Njeriu bën shkolla plotë dhe s'ka. Zakonisht ata më vllallejmë. Se kam Është i vetë. dhunshëm, është arrogant, është fodull. Po kalojmë në drama familjare tani, kështu këto lidhjesh. Në Ke toksik. patur? Unë po, Ka normal. rarë ndonjë grua? Gjithmonë, e më rre akoma, s'jam më fal. E kërkon ti, kam përshtypjen, E kërkon, jam edhe çik mazokist në fakt. Kërkon. Ti si je më shumë Ja, se të duhet. ti do të kundërtën, do që të dominoj, se mbaj më ke thënë njëherë në një intervistë. Kur 18 vjeç. Ne atëherë isha e vogël dhe doje këtë gjë. Domethënë kurse tani je kundër, për shembull të më shkelesh mua me një tak, me një gjë. Më djegësh pak me cigar. Nëse. Po këmbët më pëlqejnë, nuk e mohoj. Ne po i di pas ke këmbë shumë bukur. Se Faleminderit. çfarë nuk ti pash, se unë mendoja që të shikoja sa më lart. Edi kam, janë institucion, Mund më të thonë, do jesh t'i pak çojnë në muze. Po i paska të këpusit me krokodilë, apo jo? Apo është gjarpër? Më fal një sekondë ndërruar se nuk. A mund ta vendosh këtu te ata jetë ushqimi im për sot? Mirë. Mund ta prek pak? Ja. Ecë. Kush ka qenë drama me Shplarku, Vendi apo Big Brotheri? Janë të dyja dy gjëra krejtësisht të ndryshme. Pa çka se ka reality show aty brenda. Për këtë po të pyes. Dhe parlamentin, të paktën unë kuptova që s'duhet ta merrja seriozisht. Sidomos E more shumë në fillim. Të moment, unë e kisha marrë shumë. Ishte serioze dhe kur të kapte ndonjëherë kamera ishte shumë serioze. Po se unë Po, të ishte deputete. Se deputete më kishte 5600 sa vota I kështu. dëgjoj ata njerëzit kur flisin edhe më bënte shumë përshtypje dhe më bënte edhe përshtypje kur më thonin kolegët, "Mo ti dëgjon me vërtet?" O popull, shikoni ku jeni. Pse po, nuk ke më kështu lidhje me Partinë Demokratike fare? Jo, kam lidhje, do ta kem që të marr një lidhje me Je- Partinë ke një Demokratike, bindje- po patjetër, pa diskutim. Po pse? Se e kam si lidhje. Është bindje djathtë më është e përsekutuar këto mohabetet. Me kam. Je Si me përsekutuar me pyet, vërtet? Pse të pëlqen të shkosh me atë? Të pëlqen edhe. Me Denisin për shembull. Ka që të shpëndër dhe i pëlqen këmbë. Po më bën xhelos sa më pëlqen. Ha. Gjëja më e habitshme që fama u bën njerëzve nga ana psikologjike. Famën të gjithë e duan se e shohin si i mjet pushtetit. Dhe pa diskutim që është i mjet E pushtetit. mua po më pëlqen shumë. Por, e para njerë fama në Shqipëri është shumë e vështirë të përkthehet në një produkt real. Pra, ti gjendesh një ditë bukur që thjesht njohin gjithë dhe cit. I famshëm dhe i varfër është merr. Skandal. Të paguat të drekat e darka. Është Skandal. merr më. Fama të prish, Fama të prish. të ndrydh karakterin ose personalitetin në momentin që ti e prek sipas një imazhe apo formati që ke krijuar në kokë për veten tënde. Ti si e kjo në 2 natës apo për shembull klasike pirishësh e Jam verë. mas herë me thënë drejtën. Jo, unë kur pishësh e verë mbyll gojën, jam kështu qetë. Se po thua që ky personazh që shikon dhe publiku i dashur që ka fatin të të shikoj. Unë jam kështu gjithmonë. Ku kam shumë bryla në televizor apo në politik? Kudo. Bryla ka kudo. Ti je kompetitiv? Dhe unë Je kështu? s'jam shumë kompetitive, se nga që jam kështu si njeri. Do me thënë, mua as politika, as media nuk më kanë njohur ndonjëherë me idenë që unë do bëhem e famshme. Me thënë të drejtën. Po si ta dha mendje që u bërë I politikan? shifsha si punë dhe i vija si sfidë vetes, e bëjon dot Por se kështu të që- bësh deputete shumë e vështirë. Po, unë kisha që në 2014 që merresha me partinë, punoja. Dhe askush nuk e dinte këtë gjë, se nuk ishte Jo. ky qëllimi. Aman, unë mora përsipër një moment të kisha një pozicion, dhe nga ai pozicion unë punova shumë sepse doja të kuptoja realisht çfarë ishte ky organizmi, si e perceptojnë, nga ku nisen, ku duan të shkojnë, ku duan të arrijnë, si e shohin pushtetin, derisa pas thuajse 10 vitesh, erdhi momenti që mua më doli emri si kandidate. Më doli sepse unë ndërkohë kisha punuar paralelisht për të qenë ori dhe për të patur një karakter të formuar, sepse politika nuk ishte lajtmotivi i jetës time. Ti duke u rritur si individ, mund të bësh dhe politik, por nuk mund të rrish në politik dhe të presësh të bëhesh aty. Cili është defekti më i madh i orit? Nuk ka, po hajde. Cili është defekti më i madh i orit që njerëzit që të duan mund të ta kenë vënë në dukje? Ja, për shumë vonohem kur dal me misht. Se këtu se vonove për shembull, apo nga që s'na ke Po miq mi po. ke quhet punë. Je nga këta njerëzit, e? Pa. Ja, këtu Nuk bëj stres asnjë. këtu do ziheshim në një moment ne.
Ndoshta. Unë jam i çik strikt. Po pastaj çfarë do bëni? Si do bëj? Pastaj make-up sex, of course. O, zoti madh. Pastaj ta di. direkt në gatim. Direkt duke gatuar. Me kimchi me. Sigurisht do gatuani Me me speca lakurish. kavaj. Carbonara të pëlqen? Po më E pëlqen bëj po. shumë të mirë, po. Edhe unë. Okej. Nuk e bën më të mirë se unë. Po më lidh me një femër tjetër carbonara, se ç'është i grua që kam në shtëpi. Po duhet të Jemi ta- njohur duke gatuar carbonara diku. Duhet ta bëjmë një ditë si kompeticion. Për zotin, a do vini të dyja të më gatuani? Edhe kush fiton? Kush fiton do bëj seks me mua, kurse kush do humb do bëj seks me mua. Okej. Si dënim. Okej. Po prap. Po me mua do bëj një apo Fol me Melisën, Melisë me Romi që ka besi se ta na punë. fillon një birë të pak. Sillni një birë dhe do bëjmë. Mua më pëlqen shumë kjo ideja e çmitizimit të seksit në këtë vend. Edhe unë prandaj e bëj Është gjithkohës. bërë si mali tomorit. Faleminderit shumë. Jo, unë e kam vlerësuar gjithkohë se e ke Seksit- bërë. Shko, edhe në fillim ne kur bënim, shko po ende e kanë, për shembull, a e di që ne në stand-up 70% të audiencës i kemi gra, edhe vdesin kur shakat janë seksuale. Po normal, po pse në Amerikë me çfarë qeshin? Yes. Po faleminderit. Po. Edhe unë prandaj i bëjmë edhe bëj ndonjëherë këtu Që muhabete. të ndihen sikur janë ande, pak më. Ndoshta, e unë prandaj ja u jap. Një udhtim. Unë jam Amerika juaj, e jani, me eksperoni se Ameriko Vespu. Do bëjmë një lojë bashk? Çfarë loja, mama? Do të lidh syt. S'pëlqejnë lërat për zotin. Volejbollin pëlqen. Asi lloj do luash më vonë. Po. Po sa qefi kanë volejbollistët. Nuk jam A vesh volejbollist. nga ato Jo, kilota. Të më çfarë sa briçka të vogla. Kilota pra. Kilota quhet? Pas kanë dhe emër, kilota. E ka që nga koha komunizmit. Kilota mos siç e thoshin dikur. Breko. E po brekër si e shpifër, o brek vesh Irini Qiriako. Ori vesh kilota. Unë edhe në tualet, Jo. kemi poezi, nuk. Është po.